Rikthehemi në pjesën e tretë e emisionit. Pra Ramazani sa i nevojshëm është për njeriu. Hoxhi nderuar, le të kalojmë aty ku e shpjegoi edhe doktori. Pra, kemi njeri që mund të qaset agjërimi thjesht për efekt të mirave që mund të merr nga pikpamja organike, por që pjesën tjetër të motivimit, ose ajo që në gjuhën fetare quhet niyeti, sinqeriteti, nuk e ka. A mund ta jap kjo efektin e plot? Krijuesi ka kërkuar që agjërimi si adhurim shumë madhështor, bëhet vetëm për Krishtin. Në momentin kur mungon sinqeriteti, realisht ai adhurim përplaset, ose ai adhurim i cili nuk ka dot vlerë dhe nuk pranohet te Krijuesi i madhërisëm. Mjeku i asaj do të një të vërtetë që zdeshtum ne gjatë 11 muajve, në trupin e njeriu do të futen helme, mikrobe, viruse të panumërta. Në momenti kur ne do të thithmi ajër, në momenti kur ne do të marrim ushqim, marrim do të ujë, pim ujë, ti zdesh të fut në organizmin tënd me mija do të mikrobe, viruse që nganjëherë do të dinë që me shkaktu do të edhe dëme serioze në trupin apo në organizmin e njeriut. Edhe ajo që po du ta potencoj që helmet në trupin e njeriut nuk janë vetëm këtij dimensioni. Helmet tjera që janë do të shumë më të rrezikshme. Të sferës etike, morale, po. Që janë shumë më të rrezikshme për trupin e njeriut, dhe këtu e kam fjalën tash për ndërgjegjen, shpirtin dhe zemrën e njeriut. Që njeriu do të ka mundësi që gjatë 11 muajve, ka mundësi që do të është maxhepsur me vetveten, dhe kjo është maxhepsa me vetveten është mëkat, jo mëkat i gjymtyrëve, është mëkat i zemrës. Nëse njeriu gjatë muajve të kaluar është maxhepsa apo është goditur me mendjemasi, është mëkat i cili është prej mëkateve më të mëdha, mëkati i parë që është bërë në qiell, ose nëse njeriu do të goditet me zili, do të realisht zilia është mëkat që do të e shkatron njeriu nga ata që janë do të përreth, ose nëse njeriu do të goditet me thashëthëmet, me gibetin, ai realisht është smundje dhe është helm që e godet njeriu dhe pasojat do të nuk janë vetëm këtë botë. Kështu që smundje do të mjeku do të na shkon që ka mundësi që njeriu do në këtë botë goditet me smundje të shumta. Edhe nëse e ka shkruar Krijuesi nëpërmjet barnave që i merr do të shërohet. Mirë po, vjen vdekja do të jep fund çfarë do smundje. Kurse smundjet e zemrës, smundjet e shpirtit do të fillojnë do të mu pas vdekjes, gjithsesi në jetën e përjetshme. Dhe ajo që do të rëndësishme, kemi disa njerëz që një çrregullim në organizmin e tij automatikisht shkon do të bën dot analiza, ose ka një dhëmbje që do ndoshta s'është e zakonshme, shkon e gjen dot mjekun më të mirë që kujdeset për shëndetin e tij. A thua, a nuk duhet njeriu që të kujdeset hale edhe më shumë për anën shpirtërore të tij,